Po si quhe lekt që i ki për nesër mëngjes, mi shduku për kësaj bote. Unë jam i forti, mua nuk më ndjen as pe Edi Ramës, as pe Spakut. Edhe Edi Rama në qunë se plas që ai të marrë vesh, oj budallic. Oj, këm më të mirë në shqiptari. More s'pak e që të kish. Nuk do asë në justifikimi nga ana ime. Thjesht kërcënime me çdo minutë të ditës. Unë nuk dal dot, kam frikë dhe mund të ketë dikush po shtëpi. Sepse koshtu e ka për të pesoj ky shantazhues dhe zhvatës VIP, që nga njëra anë hiqet si milioner, duke publikuar video me euro, e nga ana tjetër kërkon pa pushim para nga një nën hallexhie të cilën e ka peshkuar në TikTok. Po jo thëmë aty në njerëzve se erdhën për zotin, po jo thëmë ikni shkonin në shtëpi se çash më bënë nervoz shpart për kryt fëmijëve. Kjo histori është si një histori filmi dhe një skenarist më të madh nuk mund ta bente dot. Ndoshta përfitovi nga dobësia ime. Pa dhe njëri pa njëri, si naive dhe më bërthevi fort. Kam shkuar për të vrarë veten se nuk doja të jetoj asnjë sekondë më. Për momentin jam pa bukë në shtëpi. Për momentin jam pa bukë në shtëpi. Presion e pafund, lek të marra borxh për të përmbushur dëshirat e një dhunuesi psiqik që me sa duket këtë lojë e ka stil të jetës.